dhe do i njoftoj. Eda Gremi, Dr. Berisha, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike për projektin e Edi Ramës për krijimin e një shteti sovran Bektashi brenda territorit të Tiranës? A e konsideron Partia Demokratike këtë një çështje që prek sovranitetin dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, dhe nëse ky projekt do të çohet përpara, cilat do të jenë hapat konkret opozitës për ta kundërshtuar? Sa shumë po abuzohet me qëndrimin apo mos reagimin e Partisë Demokratike? Faleminderit Eda. Partia Demokratike ka reaguar fuqimisht. Cili do që është interesuar për reagimet e Partisë Demokratike, i sugjeroj që referohet deklaratave të mia, kam qenë në arrest shtëpie kur unë kam ngritur zërin kundër tij, dhe do të ketë qenë janari vitit 2024. Të njëjtin reagim dhe të fortë unë kam bërë në 2020, Partia Demokratike ka bërë në 2025. Dhe në bindjen time më të thellë, ky është një akt radh parë kundër bektashizmit shqiptar, i cili ka qenë dhe është një shtyllë e vërtet e adetarisë. Bektashi ishin frasherlit, themeluesit e doktrinës së shqiptarsisë. Bektashit ishin rezistentët e pamposhtur ndaj pushtimeve dhe diktaturës. Ata kanë gjakun e tyre, besimin e tyre, kontributin e tyre në Shqipërinë e pavarur shtet sovran. Dhe s'kan kërkuar kur, s'kan luftuar kur për një shtet bektashis. Ata kanë frymëzuar unitetin kombëtar. Dhe kjo aventurë, e cila, siç kemi deklaruar më parë, vjen kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Shqipërisë. Vjen kundërshtim të hapur me karakterin laik të shtetit shqiptar që nga themelimi i tij gjerë sot përpiqet të nxjisë përçarje fetare në një vend ku toleranca dhe bashkëpunimi ndërfetar është gjëja më madhështore e shpirtit të atij populli. Kërkon të krijojë dhe monedhen ED, sepse duhet tani që Ramaduro të lajë miliardat me një bank veçantë, ta shtuqojtur shtetit sovran apo Vatikanit të dytë, duke vepruar në verbrim më të madhe historike. Cili do që njeh historinë e Vatikanit dhe njeh historinë e bektashizmit, kur nuk mund të bëjë një krahasim të tillë. Po, bektashizmi shqiptar ka patur avantazh në madh të jetë epiqendër botërore, kryegjyshata botërore. Shteti shqiptar, ndonse në Shqipëri feja është ndarë nga shteti, duhet të përmbush çdo lloj detyrimi që i rrjedh ose që mund të kontribojë
në rikthimin apo rinjohjen e kreut të bektashizmit shqiptar si kryegjysh dhe si kryegjyshat botërore. Kjo natyrisht nuk varet vetëm nga shteti shqiptar. Bektashizmi ekziston në disa shtete dhe janë dhe ato shtetet të cilat duhet pajtohen që bektashit e tyre të kenë epicendrën në Shqipëri. Pra, nuk bëhet fjalë këtu, bëhet fjalë strikt për një operacion me të cilin Edi Rama don të kretë një shtet personal për parat dhe pasaportat diplomatike. Partia Demokratike ka qenë dhe është e prerë ndaj kësaj nisme antikushtetuese, antishqiptare, antikombëtare e tjerë me radhë.